Legjislatura e New Jersey nderon Imam Gazmend Agën gjatë muajit të trashëgimisë. Senati dhe Asambleja e Përgjithshme e Shtetit të New Jersey kanë miratuar një rezolutë përbashkët legjislative për nder të Imam Gazmend Agës, duke vlerësuar shërbimin e tij të jashtëzakonshëm si udhëheqës fetar, ndërtues komuniteti dhe promotor dialogu. Ky vlerësim u dha në kuadër të muajit të trashëgimisë muslimane, një periudhë që shteti ka dedikuar njohjes së kontributit të njerëzve në jetën shoqërore dhe institucionet e tilla si Garden State. Imam Gazmend Aga, e njohur gjithësisht si Imam Gazi, udhëheq me përkushtim qendrën North East Islamic Community Center në Wayne, ku ka ndërtuar një program të gjerë që mbështet familjet dhe të rinjt. Ai vlerësohet nga drejtimi i tij si i matur i frymëzuar në bashkësitë e qëndrueshme, një tjetër kontribut i rëndësishëm në shërbimin e qendrës kulturore shqiptare-amerikane është rivlerësimi i saj. Gazi ka ruajtur lidhjet me komunitetin shqiptar që herët duke u bërë njohur në Waterbury, në Connecticut, për pjesëmarrjen në takime të ndryshme si ai të Three Amigos, që bashkon një rabin, një imam dhe një prift katolik. Dashmin Habibi vlerësohet nga revista ndërkombëtare Golden Story Magazine.